Një transseksuale në Belgjik është ndihmuar të vdes nga mjekët pas dështimit të një sër operacionesh për të ndryshuar seks. Netan Verhelst, 44 vjeç, që u lind vajzë, kërkoi ndihmë për t'i dhënë fund jetës së tij për shkak të vuajtjeve psikologjike. Edhe pse nuk është mbuluar gjërësisht nga mediat, ky përbën rastin e 52 në Belgjik, vend i cili ka legalizuar vdekjen vullnetare në vitin 2002. Verhelst u lind në një familje me 3 djem. 3 operacione për të ndryshuar seks mes viteve 2009-2012 dhe ndryshimet lanë gjurmë të rënda psikike. Herën e parë që pash veten time në pasqyrë ndjeva një neveri për trupin tim të ri, citohet të këtë thënë ai para vdekjes. Vdekja vullnetare mbi personat 18 vjeç në Belgjik është e pakundërshtueshme, ndërkohë që parlamenti i vendit po shqyrton mundësinë e zgjerimit të tij. Ka pasur 1432 raste të regjistruara të vdekjeve vullnetare në Belgjik në vitin 2012, një rritje prej 25% mbi shifrën e vitit paraardhës.